Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program I përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Ju dhe unë nuk mund të jemi në rregull me Zotin nëse nuk përfshihemi në ndihmën për të shpërndar Ungjillin në të gjithë botën. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Fillojmë edhe për ditën e sotme minutat e programit Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Bibla tregon shumë qartë se ka vetëm një rrugë për në parajs, dhe kjo është përmes ndërtimit të një marrëdhënieje personale me Jezus Krishtin. Por, mund të thoni ju, ka plot njerëz në botë që nuk kanë dëgjuar kurrë për Jezusin. Si do të gjykohen ata, nëse nuk kanë dëgjuar kurrë të vërtetën? Sot, Dr. Stanley përgjigjet kësaj pyetje duke na rikujtuar për misionin e kishës. Jezusi e bëri të qartë se ne jemi përgjegjës për shpërndarjen e mesazhit të Ungjillit nga do tek të gjithë njerëzit. Tani, jo të gjithëve na kërkohet të mbledhim plaçkat dhe të lëmë qytetet tona, por kjo nuk na përjashton as nga detyrimi ynë për të bërë pjesë e misioneve në të gjithë botën. Dëgjoni tani Dr. Stanley në një mesazh frymëzues që na nxit të shkojmë në të gjithë botën. Le ta ndjekim së bashku. Mendoj se është e dukshme për të gjithë ne se ne jetojmë në një shoqëri tepër individualiste. E kuptoj fare mirë se nga vjen kjo. Një shkak për këtë mund të jetë sepse ka shumë plag, shumë frikë dhe pasiguri. Por në një farë mënyre, I gjithë ky individualizëm nuk duket të lehtësoj apo ndihmojë në ndonjë drejtim me gjithë këto lëngatat tona. Deri diku, ne nuk duket të kemi më shumë kurajo pse jemi individualist. Dhe sigurisht, nuk kemi më shumë siguri sepse jemi bërë individualist. Çfarë ndodh me një individ, mund të ndodh edhe me një kishë. Mund të ndodh edhe me një familje. Kur jashtë ka plag, dhimbje dhe vuajtje, shpeshherë ne përqendrohemi tek vetvetja. Besoj se mesazhi I Perëndisë son për kishën sot është: largoje mendjen nga vetvetja dhe shko atje ku të kam thënë. Shko kudo në botë për të plotësuar nevojat e njerëzve që janë plagosur dhe nuk kanë shpresë, sepse nuk e kanë dëgjuar kurrë Ungjillin e Jezus Krishtit. Por le të kthehemi një vargu që besoj shumica prej nesh e di përmendësh. Nëse nuk e dini, le të shkojmë tek Ungjilli sipas Markut, kapitulli I 16 dhe ta lexojmë së bashku. Ky është një nga ato vargje që ka të bëjë me urdhërimin e madh dhe ja se çfarë thuhet. Jezusi po flet me dishepujt e tij shumë qartë dhe thjesht. Ai u thot tek Ungjilli I Markut, kapitulli 16, vargu 15. Dilni në mbar botën dhe I predikoni Ungjillin çdo krijese. Kjo është për çdo njeri. Në këtë varg të shkrimit, shoh kaq qartë dhe fuqishëm punën e kishës. Tani, disa njerëz mund të thonë: misioni është vetëm për drejtuesit e kishës. Jo, nuk është e vërtetë. Misioni është për çdo antar të kishës. Është përgjegjësia jonë. Ungjillizimi është qëllimi ynë madhor. Kështu dua ta shohim këtë pasazh nga ky këndvështrim. Parasitësh, të shohim që ai thot: shkoni në mbar botën dhe I predikoni Ungjillin çdo krijese. Le të shohim mesazhin që kisha ka sot. Dëgjoni me kujdes. Kisha ka vetëm një mesazh, jo 2 mesazhe, jo 5 mesazhe, jo 10 mesazhe. Kisha ka një dhe vetëm një mesazh. Ati Perëndi dërgoi birin e tij, Zotin Jezus Krisht në këtë tokë. Ai lindi nga një virgjëresh që të ecë mes njerëzve dhe të tregojë natyrën e tij. Shkoi në kryq dhe dha jetën që njeriu t'i faleshin mëkatet dhe të ripajtohej me Perëndin. Në këtë mënyrë, përmes besimit në Zotin Jezus Krisht, njeriu do të marrë faljen për mëkatet dhe shpëtimin përmes pushtetit të frymës së shenjtë. Ky është Ungjilli. Ky është I vetmi mesazh që ju dhe unë duhet t'i ofrojmë botës. Tani, çdo gjë tjetër që ne themi,
qoftë rreth pagëzimit, dishepullizimit, të dhënit apo çfarëdo lloj gjëje tjetër, është vetëse një zgjatim i ungjillit. Ai tha: "Shkoni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese." Tani dua t'ju bëj një pyetje. Çfarë po bëni ju në jetën tuaj, qoftë në shpalljen e ungjillit në mënyrë direkte, qoftë në ndihmën për shpalljen e tij? Më thoni një mënyrë që po ndihmon në shpalljen e ungjillit të Jezusit. Ky është qëllimi i kishës. Zoti nuk na bashkon vetëm për shoqëri, edhe pse kjo është pjesë e saj. Kisha nuk është vetëm një vend ku shoqërohemi me njerëz të tjerë. Ne jemi këtu për të shpallur ungjillin e Jezus Krishtit dhe të lëm aq gjurmë sa që të ndryshojmë jetën e njerëzve. Kështu i gjithë fati i tyre i përjetshëm do të ndryshojë thjesht duke marrë, dëgjuar dhe besuar ungjillin, duke e bërë mesazhin e tij pjesë të zemrës së tyre. Tek ungjilli i Markut, kapitulli 16, vargu 15 thuhet: "Dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese." Dhe ky është misioni i kishës. Ndërkohë, misioni i kishës është edhe të ushqejë të varfrit, sepse ne i duam njerëzit që kanë nevojë dhe që janë të smur. Misioni i kishës mund të përfshijë shumë gjëra, por misioni parësor i saj ka të bëjë me mesazhin e saj të vetëm, që është shpallja e ungjillit. Dhe ky mision është universal. Kjo do të thotë që arrin deri në skajet më të largëta të kësaj toke. Është interesante po të shohësh gjithë librat e ndryshëm të ungjillit që flasin për urdhërimin e madh. Tek Marku kapitulli 16 vargu 15 thuhet: "Dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese." Tek ungjilli i Mateut kapitulli 28 vargu 19 ai thot: "Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt." Ungjilli i Lukës thot në kapitullin 24 vargu 47 që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt. Ky është një mesazh universal. Nëse ju kujtohet për shembull tek Zbulesa kapitulli 7 vargu 9, Gjoni duke parë imazhin që i kishte dhënë Zoti Jezus Krisht, tha: "Pas këtyre gjërave, pash një turm të madhe, të cilën askush nuk mund ta numëronte, prej të gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve. Këta qëndronin në këmbë përpara fronit dhe përpara qengjit, të veshur me rroba të bardha dhe me palma në duart e tyre." Që do të thotë se Zoti do të shpëtojë njerëz të çdo fisi, gjuhë dhe kombi mbi faqen e kësaj bote. Në qej do të ketë njerëz nga çdo pjesë e globit. Si do të shpëtojnë ata? Ai mund ta kishte shkruar këtë në qiell nëse do të dëshironte, por nuk e bëri. Përkundrazi, u tha dishepujve të tij: "Dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo kombi në faqen e kësaj bote." Ndoshta do të thoni: "Por gjithkush duhet të bëj pjesën e tij." Kjo qëndron. Më lejojnë t'ju pyes: cila është pjesa juaj? Cila është pjesa e tyre? Ju dhe unë nuk mbajmë përgjegjësi për atë që i thot Zoti dikujt tjetër, por për atë që na thot ne. Ne mbajmë përgjegjësi për privilegjin dhe mundësinë që ai na jep për të përmbushur këtë mundësi. Është universale dhe arsyeja që ne jemi në gjendje ta çojmë këtë mesazh në çdo vend është sepse shkrimet janë një realitet absolut. Më kujtohet kur lexoja Ungjillin e Markut kapitulli 16 vargu 15. Sa herë kam lexuar, sa shumë kam predikuar mbi të. Por një ditë, ndërsa gjunjëzohesha në lutje, ai vargu i shkrimeve doli nga faqja dhe hyri thellë brenda meje. Dhe krejt papritur për herë të parë në jetën time, u përballa me një varg të shkrimeve që e njeh aq qartë me zemër. Dhe Zoti tha: "Dua të them saktësisht atë që ti lexove." Nuk dija ç'të bëja më pas. Pyeta Zotin: "A është e mundur?" Zoti tha: "Po, është e mundur." E dija që në çastin që ai tha është e mundur, dhe mora përgjegjësi mbi supe. Në çastin që ai tha: "Po, mund të bëhet," e dija se kisha përgjegjësi para Zotit, jo vetëm që të predikoja ungjillin në këtë vend, por në çdo vend që do të më jepej mundësia për ta bërë. Dhe kështu Zoti i ka dhënë kishës së tij një urdhër universal. Dhe është për të gjithë të krishterët pavarësisht se ku jetojnë, në Amerikën e Jugut, në Evropë, në Azi, Afrikë dhe në çdo vend të botës.
Ky urdhërim është i njëjtë për të gjithë ndjekësit e Krishtit. Të gjithë të krishterët kanë mundësinë dhe përgjegjësinë para Zotit që ta çojnë ungjillin sa më larg që të jetë e mundur. Ky është misioni i kishës. Nuk do të ndryshoj kurrë, sepse ai e dha atë si punë e kishës dhe mesazhi i kishës. Ky është misioni i kishës dhe është mesazhi i kishës. Tani, cila është arsyeja? Kur lexova në shkrimin që Jezusi tha tek Ungjilli Mateut, kapitulli 28, vargu 18, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, mendova, cila është arsyeja që ta përmbush këtë urdhërim? Arsyeja e parë është se është një urdhër i qartë për Jezus Krishtin. Unë nuk kam zgjidhje tjetër dhe po kështu edhe ju. Ju dhe unë nuk mund të jemi me Zotin dhe të mos përfshihemi në përhapjen e ungjillit të mbar botën. Kështu unë shtyhem para së gjithash prej faktit se është një urdhër shumë i qartë. Ai thot tek Ungjilli Mateut kapitulli 16, vargu 15, dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Së dyti, ndërgjegjja e një individi duhet të jetë pjesë e arsyes sonë. Në ndërgjegjen tonë, ne sigurisht që duam të ecim në frymë. Ne duam të bëjmë atë që do Zoti. Ne duam të jemi të ndershëm para Tij. Nuk mund të jemi të ndershëm para Tij dhe në të njëjtën kohë indiferent, të papërgjegjshëm dhe të mos kemi dëshirë të kujdesemi për njerëzit që janë të pambrojtur. Ne kemi një përgjegjësi. Ndërgjegja ime nuk më lejon që të kufizoj mendimet e mia, vizionin tim, kur e gjithë bota është fusha e Perëndis për kishat e Tij. Jo vetëm njëra, por çdo kishë. Bota është fusha jonë. Por cila është shtysa jonë? Ne kemi një ndërgjegje që kërkon që të bëjmë atë që thot Perëndia. Por ka edhe një gjë të tretë. Kushti njerëzor. Çfarë shikoni ju rreth e qark? Njerëz që nuk e njohin Zotin, njerëz që nuk kanë interes që ta njohin Zotin dhe që janë frymërisht të verbër. Shihni njerëz që janë duke jetuar dhe kaluar në një errësirë shpirtërore të plotë dhe absolute, njerëz që janë të paaftë për të ndihmuar vetveten. Nuk e dinë se si janë mbërthyer në të gjitha llojet e mundshme të ndrydhjes dhe nuk mund të çlirohen dot. Nuk dinë se si të çlirohen. Duan të dalin nga kjo gjendje, mundohen me fuqinë e tyre, por nuk dinë se si. E gjithë bota ka nevojë urgjente që të njohë se Jezus Krishti është personi vetëm në këtë rrezull, personi vetëm në qej që mund të mbush zbrazëtirën e madhe në zemrat e tyre. Dhe asgjë tjetër kurrë nuk do të jetë mjaftueshme, pavarësisht se çfarë është, ta mbush këtë zbrazëtirë. Ai thot, ju dhe unë kemi një përgjegjësi. Kemi përgjegjësi të dërgojmë ungjillin tek njerëzit që janë të dobët, të pashpresë dhe pa asnjë ndihmë. Ata nuk kanë dëgjuar kurrë atë që kemi dëgjuar ne. Madje as që e dinë se çfarë është kjo. Lind pyetja. Si do të dëgjojnë ata? Apostulli Paul drejtoi të njëjtën pyetje tek letra drejtuar Romakëve kapitulli 10, vargu 14. Si do ta therrasin pra atë të cilin nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë kur s'ka kush t'i predikojë? Një numër i pafund njerëzish në këtë vend po kërkojnë për një qëllim, për një kuptim në jetë. Ata duan që jeta e tyre të investohet në diçka që mund të sjellë një ndryshim. Një mori njerëzish gjithandej janë në dhimbje duke pritur për dikë që t'u tregojë të vërtetën. Bota ka shumë nevojë ta dëgjojë atë. Ne mund të pyesim, si mund të jemi kënaqur me kaq shumë mundësi, privilegje, të mira në jetë, kur ka kaq shumë njerëz që janë duke vuajtur dhe jetojnë në varfëri ekstreme. Tek Ungjilli Markut, kapitulli 16, vargu 15 thuhet: dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Cila është mënyra për ta bërë këtë? Mirë, këtu ka një gjë që e kam konstatuar. Urdhërimi i madh përfshin gjithnjë angazhim personal të njerëzve të Zotit. Siç e shihni, ai mund ta kishte shkruar në qiell. Zoti mund t'i kishte dhënë jetën e përjetshme çdo njeriu që ka lindur ndonjëherë në botë. Por ai zgjodhi përmes urtësisë së tij që ungjilli i tij të shpërndajë në të gjitha pjesët e botës duke përdorur individ, njerëz si ju dhe unë. Çdo i krishter ka përgjegjësinë e përfshirjes në atë masë që janë të aftë në gjendje të privilegjuar dhe kanë mundësi të bëjnë këtë gjë. Do të thotë që njerëzit mund të përdorin me mira mënyra që të ndihmojnë në përmbushjen e urdhërimit të madh.
Nuk është e thënë që të qëndrojmë të gjithë mbi një platformë. Nuk është e thënë që të mbajmë të gjithë një Bibël në duart e tyre për të predikuar Ungjillin. Ka shumë gjëra të tjera, shumë mënyra të tjera për të përhapur Ungjillin. Por unë do t'u them një mënyrë, dhe kjo është ec. Jam këtu të tregoj ty, miku im, që është më mirë të jesh aty ku dëshiron Zoti, kur ai të thotë të bësh diçka. Nëse e humbisni thirrjen e Zotit, qëllimin dhe planin e tij për jetën tuaj, keni humbur shumë. Më kujtohet se shpesh herë jam lutur: Zot, të lutem, thirr më mua. Perëndi, të lutem, më jep privilegjin e të predikuarit të Ungjillit jashtë vendit tim. Zot, thirr më. Të lutem, thirr më nëse është vullneti yt. Dhe miku im, ju mund të vazhdoni të punoni dhe jetoni në vendin tuaj, por nuk do të ndjeni të plotësuar derisa të gjeni dhe të përmbushni qëllimin, planin dhe vullnetin e Zotit për jetën tuaj. Ne jemi përpjekur shumë të mbushim zemrat tona të zbrazëta me gjëra materiale, por ka qenë kot. Kjo lloj zbrazëtie nuk mund të përmbushet me gjëra materiale. Zoti ka vendosur dorën e tij mbi ju. Ai nuk do t'ju lërë të shkoni derisa të bëni atë që ai ju kërkon. Ky është urdhërimi i tij. Nuk është në dorën tuaj të zgjidhni. Nganjëherë njerëzit thonë, nuk më pëlqen që fëmijët e mi të shkojnë në mision. Miku im, më lejo të them diçka. Nëse doni me të vërtet Zotin, e dini se është e mirë dhe e levërdishme që djali dhe vajza juaj t'i binden atij. Nëse Zoti e dërgon vajzën apo djalin tuaj në fushën e misionit, më mirë shkoni para Zotit, duke e falendëruar dhe duke e mbështetur këtë fëmijë në lutje. Por dëgjoni, nëse jeni një prind i perëndishëm, duhet të pyesni Zotin: Perëndi, ti më ke dhënë këtë djalë apo këtë vajzë? Nëse mund ta përdorësh këtë djalë apo vajzë diku për të shpëtuar jetë njerëzish, të cilët kurrë nuk kanë dëgjuar, nëse djali ose vajza ime nuk shkojnë atje, Zot, rriti fëmijët e mi që të jenë fëmijë të perëndishëm. Perëndi, dërgoj ata kudo që dëshiron. Perëndi, mos i lër që ta shpenzojnë jetën e tyre kot, thjesht duke u përpjekur të sigurojnë gjëra materiale, siguri dhe gjithçka tjetër si këto. Më vinë në mendje kaq shumë njerëz që janë të kualifikuar dhe të talentuar në shumë fusha. Mendoj për kaq shumë dje me vajza që janë të talentuar në fushën e kompjuterave. Ata mund të bëjnë mrekullira me aftësinë e tyre për Ungjillin. Është e maniqshme. Mundësitë kurrë nuk kanë qenë kurrë më të mëdha dhe më të shumta se sa sot. Të ecësh është pjesë e kësaj. Sigurisht, ju dhe unë e dim se një nga mënyrat që mund të shpërndajmë Ungjillin është përmes lutjes, duke u lutur veçanërisht për ata që se kanë dëgjuar kurrë Ungjillin dhe për nevojat e tyre. Sepse ju dhe unë e dim thellë në zemrat tona se kur njerëzit e Zotit fillojnë të luten dhe të thrasin Zotin, ai fillon të lëviz. Ai lëviz gjithmonë në përgjigje të lutjeve të njerëzve të tij. Ai nuk lëviz detyrimisht në përgjigje të dëshirave të tyre në çdo kohë. Por kur ju filloni të luteni për të tjerët, ne fillojmë të ndërhyjmë dhe të rrasim që Zoti të lëviz në zemrat e njerëzve, që ata të mund të shpëtohen. Zoti do t'i përgjigjet kësaj lutjeje. Lutja është një pjesë shumë e fuqishme e urdhërimit të madh. Ka shumë mënyra për të përmbushur urdhërimin e madh. Dilni në mbar botën dhe i predikoni Ungjillin çdo krijese, dhe për aq kohë sa ka frymë në trupin tonë, dhe për aq kohë sa ju dhe unë e duam Zotin, për aq kohë sa jemi gjallë, ne duhet të jemi të përkushtuar për të bërë atë që na ka kërkuar. Kur ju jeni të përkushtuar për të shpërndarë Ungjillin, Zoti do t'u tregojë se si ta bëni punën. Mjafton që të dilni përpara tij dhe t'i thoni: Perëndi, jam i gatshëm të bëj çdo gjë që dëshiron ti. Besoj se ti do të më tregosh se si të eci, sa të jap, si të lutem, si të bëj këtë apo atë. Si mund të përfshihem në punën e kësaj kishe, në mënyrë që ta di se jeta ime po ndryshon diçka. Jeta ime po i jep një shtys Ungjillit të Jezus Krishtit. Më pas, sigurisht, gjithnjë është të dhënit, dhe kjo nuk do të thotë të japësh sa mendon dhe pastaj ta harrosh. Por të japësh sepse tregon që kujdesesh vërtet, sepse ke përgjegjësi, sepse kjo do të ndryshojë diçka. Kështu dua t'ju pyes sot: çfarë do të bëni në lidhje me këtë që dëgjuat?
a do t'i flisni Zotit dhe thoni: Perëndi, e dëgjova atë që the. Unë jam një prej fëmijëve të tu dhe si i tillë kam përgjegjësi për t'i dërguar gjithë botës të njëjtin mesazh që më shpëtoi edhe mua. Tani Zot, çfarë do që të bëj? Dëgjoni me kujdes. Nëse mendoni se arsyeja që nuk mund t'i bindeni Zotit është për shkak të gjërave që posedoni, bëhu gati t'i humbësh fare. Nëse mendoni se arsyeja që nuk mund t'i bindeni Zotit është sepse keni frikë se do të humbisni, ju do ta humbisni vërtet. Dora e të gjithë pushtetshmit, Zoti ton të dashur, është vendi më i sigurt në botë. Kështu dua t'ju bëj një pyetje të thjeshtë. Në dritën e asaj që dëgjuat, secili nga ne ka një përgjegjësi personale. A jeni ju i vullnetshëm t'i thoni atij: Perëndi, unë e di që të përkas ty, sepse ti ke thënë që unë jam prona jote e blerë. Unë e di se kam një përgjegjësi personale të përfshirem në një farë mënyre me Ungjillin. Perëndi, unë jam i gatshëm të them po dhe besoj se do të më tregosh gjithçka. Dua t'ju pyes, a jeni ju të gatshëm t'i thoni atij: Atë, unë do të bëj çfarë do lloj gjëje që më thua ti? Mos më lër ta shpenzoj kohë të jetën time, sepse siç e shihni, kur ju dhe unë të qëndrojmë para tij një ditë, do të na vijë turp nëse kemi shpenzuar kohën kot në gjëra të parëndësishme. Çështja është: çfarë bëra unë për të treguar bindjen ndaj një urdhri specifik dhe shumë të qartë të Perëndis tim për të ndarë Ungjillin? Le të lutemi së bashku. O Atë, ne të duam dhe të lavdërojmë ty sot. O Zot, ne jemi të bekuar. Sa bosh dhe e verbër e errët është kjo botë. Lutem që çdo person që na ka dëgjuar sot t'i thot po Jezus Krishtit. Jo një shërbese, jo një pastori, jo një kishje, por Jezus Krishtit. Dhe unë e di se ti do ta bësh të qartë gjithçka përpara tyre. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem. Amen. Çdo ndjekës i Jezus Krishtit mbart përgjegjësinë e shpërndarjes së Ungjillit në të gjithë botën. Tani Zoti nuk do të na thrasë të gjithëve në një tokë të largët, por mund të shfrytëzoj talentin dhe aftësitë tuaja të veçanta për të çuar mesazhin e tij tek ata që nuk kanë dëgjuar ende. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley ju këshillon t'i thoni po Jezusit, pavarësisht se çfarë ju kërkoni që të bëni. Ka plot njerëz në të gjithë botën që nuk kanë dëgjuar kurrë për Jezus Krishtin dhe që nuk e njohin ndikimin që mund të sjellë ai në jetën e një personi. Ja pse është kaq shumë e rëndësishme që të ndajmë Ungjillin. Letra e Romakëve, kapitulli 10, vargjet 12 deri në 15 thon: Sepse nuk ka dallim mes judeut dhe grekut, sepse një i vetëm është Perëndia i të gjithëve, i pasur ndaj të gjithë atyre që e therasin. Në fakt, kushdo që do të therasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Si do ta therasin pra atë të cilit nuk i besuan? Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë kur s'ka kush predikon? Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar? Siç është shkruar: Sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin paqen, që shpallin lajme të mira. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.